Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se bordi i paqes, i cili u iniciua të njëjtën në Davos, para së gjithash e ka ndarë edhe më tej Europën dhe se ardhmja nuk do të jetë e lehtë. Ky bord i paqes para së gjithash e ka ndarë edhe më shumë Europën, vendet e BE-s ose nuk marrin pjesë ose ende nuk janë deklaruar për këtë çështje. E ardhmja nuk do të jetë e thjeshtë, theksoi Vučić në një deklaratë për gazetarët në Davos. I pyetur se çfarë do të thotë ky bord për botën, ai tha se ende nuk është plotësisht i sigurt. Disa thonë se është një organizat paralele me Kombet e Bashkuara. Nuk jam i sigurt dhe nuk mendoj se kjo është e mundur në mënyrë të thjeshtë. Kina vetëm ka konstatuar se ka marrë ftesë, ndërsa Franca, Gjermania dhe Italia nuk marrin pjesë. Do të shohim edhe se cilat do të jenë detyrat e bordit, theksoi Vučić. Bordi i paqes, të cilin presidenti amerikan Donald Trump do ta drejtojë për një periudhë të pacaktuar, ishte konceptuar fillimisht për rindërtimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare midis Izraelit dhe militantëve palestinez, por misioni i tij është zgjeruar për të adresuar edhe konfliktet e tjera globale. Disa aleat tradicional të Shteteve të Bashkuara në Europë kanë hezituar të bashkohen bordit të paqes, përjashtuar Kosovën dhe Shqipërinë. Asnjë prej 4 anëtarëve të tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit nuk ka pranuar ende ftesën për të bërë pjesë e bordit të paqes, një strukturë e re ndërkombëtare që shumë druajnë se mund të zbërë rolin e Kombeve të Bashkuara. Presidenti e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, është bërë njëra nga 19 nënshkruesit e bordit të paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump me synim në rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare shkatërimtare. Vetë Trump ka deklaruar se ky plan pritet të ketë sukses të madh në rikthimin e paqes dhe zhvillimet në rajon. Pjesëmarrja e Kosovës në këtë bord përfaqëson një moment të rëndësishëm diplomatik dhe politik, duke shënuar një fazë të re të angazhimit të saj në iniciativat globale për paqen, sigurinë dhe rindërtimin pas konflikteve. Që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, Kosova ka pasur si prioritet strategjik forcimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar dhe anëtarësimin në organizata rajonale dhe globale. Me gjithë pengesat e vazhdueshme diplomatike, vendi ka ndërtuar një profil të qartë si shtet pro-perëndimor, i orientuar drejt paqes, demokracisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Në këtë kontekst, përfshirja në bordin e paqes shihet si vazhdimsi logjike e këtij orientimi. Kosova si shtet që ka përjetuar luftë, shkatërim dhe rindërtim me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara, sjell në këtë bord një përvojë unike dhe të besueshme. Presidenti Osmani ka theksuar se marrëveshja për pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes do t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për ratifikim, duke nënvizuar rëndësinë institucionale dhe kushtetuese të këtij angazhimi. Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare të paqes, e që udhëhiqen nga aleati ynë strategjik, fuqizon sovranitetin ton, pozicionin ton ndërkombëtar dhe është në interesin më të lartë të Republikës së Kosovës, ka shkruar Osmani pas ceremonisë së nënshkrimit. Përfshirja në një mekanizëm të udhëhequr nga Amerika përforcon më tej lidhjen strategjike Kosovë-Shtetet e Bashkuara, një aleancë që ka qenë vendimtare për lirinë, pavarësinë dhe sigurinë e vendit. Ceremonia e nënshkrimit u mbajt në Davos të Zvicrës në kuadër të takimeve të nivelit të lartë ndërkombëtar, duke i dhënë kësaj nisme peshë të veçantë politike dhe simbolike. Përveç Kosovës, pjesë e bordit të paqes janë bërë edhe shtete nga rajone të ndryshme të botës, përfshirë Bahreinin, Argjentinën, Armeninë, Azerbajxhanin, Belgjikën, Bullgarinë, Egjiptin, Hungarinë, Indonezinë, Jordaninë, Kazakistanin, Mongolinë, Pakistanin, Paraguajin, Katari, Arabia Saudite, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Uzbekistani. Fakti që Kosova është ulur në të njëjtën tryezë me këto shtete si palë barabartë përbën një dëshmi të rritjes së rolit të saj në arenën ndërkombëtare. Vjosa Osmani, pasi ka nënshkruar pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes, përmes një postimi në Facebook ka theksuar rëndësinë e këtij hapi për Kosovën, duke vënë në parë rolin e udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ruajtjen e paqes globale. Ajo ka bërë të ditur se Kosova ka nënshkruar Kartën e Bordit të Paqes si anëtare themeluese, barabartë dhe me të drejta të plota, krah për krah me SBA-n. Sipas Osmanit, anëtarësimi në organizata ndërkombëtare të paqes, veçanërisht ato që udhëhiqen nga aleati strategjik i Kosovës, forcojnë sovranitetin e vendit dhe përmirësojnë pozicionin në ndërkombëtar. Kur Amerika udhëheq, paqja është gjithmonë më e sigurt. Sot në Davos, në emër të Republikës së Kosovës, e kam nënshkruar Kartën e Bordit të Paqes si anëtare themeluese, e barabartë dhe me të drejta të plota, krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare të paqes, e që udhëhiqen nga aleati ynë strategjik, fuqizon sovranitetin ton, pozicionin ton ndërkombëtar, si dhe është në interesin më të lartë të Republikës së Kosovës. Prandaj kjo marrëveshje historike
do t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për ratifikim në përputhje me Kushtetutën e Kosovës për të marrë miratimin final të përfaqësuesve të popullit. Faleminderit presidentit Trump për lidershipin e tij dhe për ftesën që ta përfaqësoi Republikën e Kosovës në këtë moment historik. Kosova do të jetë në shërbim të paqes, sot dhe përherë, shkruan Osmani.